të gjithë të kaluarën e 25 viteve të kaluar të kësaj ideje politike konservatore në vend dhe do të ofron mundësinë e bashkimit mbi një bazë të re. Pra nuk hekim dorë prej atij fazës finale implementimin e një subjekti të ri politik konservator. Dok, pse pikërisht në LDK? Për shkak që është parti qendrës djathtë, është parti konservator, është pjesë antare e PPE-s, ka të bëjë me këto, ka të bëjë edhe me të kalumin e LDK-s dhe të juajnë dhe familjes juaj. Qoni, ka të bëjë me gjithat, nga pak, me ju thonë drejtën, ajo që Partinë e Drejtësisë e ka bashku gjithmonë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ka qenë një kulturë politike e një veprimi të matur politik. Pra gjithmonë kemi pas një qasje të një analize të mirë fill përpara marrjes së vendimeve. Gjithmonë kanë qenë interesat shtetërore ato që na kanë udhëheqë në aktivitetin tonë. Natyrisht secilin ato kanë vështrimet politike të specifike partijake. Një bashkëpunim shumë i mirë sa kom qenë deputet në Kuvendin e Kosovës dhe ministër në 2 ministrit, të shëndetësisë dhe mjedisit planifikim të hapësinor, pra edhe me deputetet e Lidhjes Demokratike, edhe me partnerët sa kanë qenë në koalicionin qeveritar. Pra, na ka bashku një respekt i dyanshëm, mandej na ka bashku edhe historia dhe edhe vetë angazhimi familjar i Axhës Femin në Lidhjen Demokratike të Kosovës e ka pas peshën e vetë rëndësinë e madhe, gjithmonë një ndikim pozitiv në këtë familjen dhe mandej në rrethin në cilin kom funksionu. Pra, kanë qenë shumë faktorë që unë kom një vetën shumë mirë në mjedisin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, po edhe ata në shoqërimin tim, pra në bashkëpunimin që kemi pas, në rolet të ndryshme si deputet, si ministër, gjithmonë kemi pas një bashkëveprim konstruktiv. Pra një bashkëveprim i natyrshëm, në anën tjetër ndajmë shumë vlerat përbashkëta programore, në radhë parë ndajmë vlerën programore të rujtjes së familjes, siç e dini Lidhja Demokratike e Kosovës ashtu si edhe koalicioni për familje, në programin e vetë zgjedhor e ka pas Ministrinë e Familjes, pra e ka specifiku rëndësinë e familjes në zhvillimet shoqërore politike të vendit dhe kjo ka bërë që ta afrohemi edhe më shumë. Dhe ajo që për mua është shumë e rëndësi, Lidhja Demokratike e Kosovës e ka pas një ndjeshmëri të veçantë dhe një mbështetje të jashtëzakonshme për programin reformues sektorin e shëndetësisë. Siç e dini, reforma e sistemit shëndetësor në Kosovë u ndërprej në vitin 2015, e nisëm gjatë mandatit tim. Unë arrita me i kalu në kuvend ligjet sistemore, ligjin për shëndetësi, ligjin për sigurime shëndetësore që janë ende në fuqi, edhe sot e kësaj dite janë ende në fuqi, por janë të pazbatuara, dhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës kemi konceptet të njëjta të zhvillimit të konceptit të turizmit shëndetësor, transformimit të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës në një ndërmarrje publike të nivelit qendror, kodifikimin e aktivitetit të këtij institucioni, kësaj ndërmarrje me një ligj të ri për shërbimin për SHSK-n, për shërbimin spitalor klinik universitar të Kosovës, për ndërtimin e qendrës së re klinike universitare të Kosovës, për transformimin e qendrës ekzistuese në Spitalin e Përgjithshëm të Prishtinës, kontraktimin e SHSK-s të re nga fondet e sigurimeve të jashtme, në radhë parë Gjermani, Zvicër, Austri, ku jetojnë mbi 800.000 qytetarë të vendit të sigurum, pra me sigurime shëndetësore, dhe SHSK-ja mund të letë të kontraktohet nga këto fonde sigurime shëndetësore dhe të shndrohet në ndërmarrjen më profitabile në vend, e cila nuk do të ketë nevojë të pret nga buxheti i Kosovës, po të gjenerojë të hyra të tërhiq kuadrot tona profesionale që i kemi në botë, gjithandej kuadro shumë cilësore, t'i bjen në vend, dhe të cilët me siguri me klasi do të ofronin shërbime. Profesor, cili do tjetë roli jotë në koalicionin? Jënë do detyra të ditë angazhimin e ju edhe akademik njerit edhe profesionin. Cili është angazhimi, cili është konkret në koalicion? Ka marrëveshje të detajume, qysh? Na kemi një marrëveshje në parim me Lidhjen Demokratike të Kosovës, e kemi nënshkruar me kryetarin Abdigjiku. Dhe në bazë të kësaj marrëveshje, ne jemi zotuar që maksimalisht të parafrojmë ato konceptet programore, të cilat janë të parafrueshme dhe që mund të jenë komplementare dhe të kontribuojnë për ndryshimin pozitiv të gjërave në shoqërinë tonë. Radhë parë, roli i Partisë Drejtësisë do të jetë natyrisht mbrojtja e familjes, mbrojtja e kodeksit etik dhe moral të familjes, kontributi veçantë në lëmin e shërbimeve të shëndetit mendor, parandalimit të
më të thjeshtë, të zhvillimeve të më të thjeshtë negative në sektorin, në njësinë e familjes, në sektorin